Jemi rikthyer në studio të ndruar shikues në pjesën kryesore të bisedës, të cilën do ta realizojmë. Unë pak më parë në vetë hapje bëra dhe ju dash detajet kryesore të personazhit i cili na vjen nga Tirana dhe është hera e parë që ai merr pjesë në një studio televiziv dhe në një intervistë në vendin tonë. Unë kam shumë kënaqësinë që në fakt sot të flasim për historinë e tij, sepse këtë bisedë kam titulluar Histori, motivimi dhe suksesi një djali të ri i cili nga emigrant në Gjermani ka arritur që të jetë një nga figurat kyçe dhe kryesore të rrjeteve sociale, jo vetëm shqiptare, sepse kompania e tij Acromax Media është ndarë mes Gjermanisë dhe Shqipërisë. Nga njëra ana ajo është shumë i komplimentuar në fakt për profesionalizmin e tij, ndërkaq nga ana tjetër është edhe i atakuar. Në një nga intervistat e fundit që ai ka thënë që ky është çmimi i suksesit. Sot historinë e tij do ta ndaj me ne Aldor Nini. Kam shumë kënaqësinë që je sot pjesë e emisionit Prizma dhe për herë të parë në një emision në Maqedoni. Faleminderit që na e dhe këtë mundësi ne. Shumë faleminderit edhe për ftesën, edhe është një kënaqësi shumë e madhe për të qenë në Maqedoni për herë të parë faktikisht në një emision. Kënaqësia është jona sepse duam të dimë shumë gjëra në fakt të krejta asaj që ofron kompania të cilën ju e keni themeluar. Unë dua t'ju kthej pak në kohë. E thash që në fakt që shumë i vogël bashkë me familjen tuaj keni emigruar në Gjermani, ku i vogël në moshë ke filluar edhe të punosh. Ndërkaq në vitin 2007 është themeluar Acromax, duke u zhvilluar më vonë, nëse nuk gaboj 2011-2012 në Acromax Media. Si kanë qenë fillimet e tua, Aldor? Cilat kanë qenë ato peripetit me të cilat ti je rritur, duke të ndërtuar në këtë që jeti sot? Po, faktikisht një avantazh që unë e kam pasur ka qenë që unë kam filluar shumë herët me gjithë historinë time profesionale dhe faktikisht ka qenë që në moshën 14-16 vjeç që kam mësuar të programoj. Do të thënë gjithmonë të kanë tërhequr kjo fushë këto gjëra. Po, unë kam filluar me një makinë shkrimi të vjetër që kam mësuar se si shkruhet me 10 gishta pa e parë fare tastierën. Edhe nga atje kalova te kompjuteri, te programimi, nuk më kanë interesuar asnjëherë lojrat. Jam shumë fan si lojrave dhe ndonjëherë kur kam kohë, por atëherë kur kam qenë i vogël kur. Dhe kjo më ka shtyrë gjithmonë që të jem produktiv. Domethënë mos të jem një njeri konsumues, se si që fatkeqësisht shumica e rinisë sot që vetëm konsumojnë video ose konsumojnë gjëra, por edhe të krijojë. Dhe këtë krijimin unë në Gjermani e kam zbatuar në profesionin e programimit, informatikës edhe rrjeteve sociale më vonë sigurisht. Por kam qenë gjithmonë fans i videove online, se këtë e pash historikisht kam që në vitin 2003-2004 që kam punuar faktikisht për teknologji që janë përdorur për të distributuar, për të shpërndarë videot në rrjetet sociale, online e të tjera. Dhe përpara se ato kanë ekzistuar, për një televizion gjerman, për shembull, ka qenë një platformë si YouTube-i, thjesht 2 vjet përpara se shpikur YouTube-i, në të cilën njerëzit mund të hidhin video, fansat e një emisioni që ishte si Star Idol ose I'm a Star Get Me Out of Here, që i ka pas atëherë Endemoli dhe kanë qenë në televizionin gjerman shumë të famshëm. Do të thënë gjithmonë kam qenë fokusuar te pjesa e videos. Edhe shumë interesante që sot prapë gjej veten te videoja. Do të thënë shumë kohë më vonë. Atje sillem, se vërtet më pëlqen, madje jo vetëm nga pjesa e shfaqjes ose shpërndarjes online, tani kemi kaluar edhe në pjesën e prodhimit, domethënë në këtë aspekt po bëjmë gjithashtu shumë projekte dhe unë mendoj që kjo është një gjë që edhe ti kur vetë e bën me shumë kënaqësi, e bën edhe mirë dhe kjo është gjithashtu arsyeja pse edhe kompania besoj ka qenë kaq e suksesshme, sepse çdo gjë që unë kam bërë te Acromax ka qenë gjithmonë bazuar në idetë ose ideologjitë e mia. Nuk kam dëgjuar asnjëherë, aspekti financiar është atje, do të fitosh edhe lek të ardhur për të financuar gjërat, por ka pasur gjithmonë një ideologji dhe çfarë bëjmë ne ose çfarë bëj unë gjithashtu është ne investojmë. Domethënë, nuk e bëjmë këtë biznes thjesht për të fituar 2 lekë në fund të vitit, por themi, fituam këto lekët, do bëjmë një gjë të bukur vitin që vjen, çfarë do bëjmë në mënyrë që edhe të sjellim risia në treg. Normalisht ka pasur shumë njerëz që kanë dashur ta kopjojnë modelin tonë të biznesit. Dhe fatkeqësisht, se unë i ftoj ato gjithmonë na konkurrojnë, të bëjnë të njëjtin shërbim si ne, sepse edhe ne bëjmë më të mirë. Por fatkeqësisht çam ka çuditur ishte situata që kam parë që nuk na konkurrojnë duke kopjuar shërbimin ton, por duke bërë sikur kopjojnë shërbimin ton. Domethënë të marrin të gjitha gjërat që ti i bën, edhe thon sikur i bëjnë. Domethënë është kamuflazh, është një siluet, është një gjë sipërfaqësore, por në fund të ditës, pavarësisht normalisht disa personave që mund t'i kenë besuar individëve, kompanive të tilla, suksesi flet për vete, dhe jo vetëm suksesi edhe realiteti që klientët tonë
e konfirmojnë që është vërtet më i miri aktualisht në treg, por edhe ajo që na konfirmojnë vetë platformat, si dhe Google, që na ka vënë si kompani në faqen e tyre, si kontakti besuar dhe i certifikuar i tyre. Ku nuk i gjen shumicën e këtyre të tjerë. Gjen vetëm disa kompani në botë, të cilët ato i kanë certifikuar dhe thonë që këto janë kontaktet e duhura, por është një betejë shumë e vështirë. Dhe patjetër që vetëm arsye pse biznesi jon sot është i suksesshëm, që duhet edhe ju falenderuar normalisht nga ana jo vetëm televizionëve që i prodhojnë gjërat, por audienca dhe diaspora që i shikon. Sepse pa diasporën, ne sot nga YouTube do bënim $200 në muaj. Gjiro. Ndërsa bëjmë sa zero i shtojmë? I shtojmë ca, kështu që, domethënë, diaspora është pjesa më e rëndësishme. Dhe ne kemi fat të madh që kemi diasporë kaq të madhe. Faktikisht, unë do doja gjithmonë që diaspora të ishte sa më e vogël dhe të gjithë shqiptarët të ktheheshin në vendet e tyre dhe ta rregullonin vendin e tyre, qoftë Maqedoni, Kosovë, Shqipëri. Por shpresoj që ajo diasporë të ndihmojë edhe në të ardhmen që të paktën edhe niveli i prodhimeve të videove dhe të emisioneve që xhirohen në territoret shqiptare si Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, të ketë një nivel dhe më të lartë, sepse nëse ti varesh nga të ardhurat e diasporës, ai që jeton në Gjermani, ai që ka mësuar mentalitetin gjerman, ai që ka mësuar edhe 2-3 gjëra nga televizioni gjerman që ai po e shikon, mund të ketë një kërkesë më të lartë ndaj televizionit shqiptar që po shikon, ose maqedonës ose kosovar, sesa një person i cili jeton në Tiranë dhe nuk ka pa gjë tjetër se sa ato televizione në Tiranë. Kështu që kjo është situata. Sigurisht në fillim nuk është se ka qenë shumë e thjeshtë, dua të di sa ka qenë i vështirë të krijohej besimi me klientët e parë, sepse sigurisht pozicionimi i duhur është edhe baza për të vazhduar pastaj me suksese të tjera dhe të krijoni këtë status që keni aktualisht, një nga kompanitë më serioze dhe më të besueshme, krahas gjithçka e tjetër që do ta flasim pak më vonë. Patjetër, ka qenë ne faktikisht kemi nisur me një minus, me mosbesim. Sepse unë në Gjermani, me kompaninë që merresha, nuk punoja me tregun shqip folës, as me Shqipërinë. Pra ka nisur në Gjermani, nëse nuk ka në Gjermani, po, dhe babai im, që ka qenë kompozitor nga Shqipëria dhe i fokusuar dhe shumë të pjesa mediatike, artit, muzikës, faktikisht më luste çdo 3-4 ditë po bërë diçka për Shqipërinë, po bërë diçka për Shqipërinë. Siç e kemi zakon ne. Pra pas ka influencuar në një farë mënyrë babai. Jo, pa atë influencën nga babai im nuk do isha marrë kur me këtë pjesë të biznesit. Kjo është e sigurt. Dhe faktikisht ne testuam në fillim një model biznesi në të cilin njerëzit do paguanin për të dëgjuar muzikë shqip. Dhe arritëm që 500.000 persona të ndryshëm të dëgjonin 30 sekondë të shkurtra të këngëve, po asnjëri nuk blinte. Dhe kjo kishte një problem shumë të madh, ato që na kishin dhënë licencat për ato këngë, ngelën dhe pak si të oshgënjur ose nuk ishin besuar se mendonin kush disa lekë kanë bërë këto, dhe tani na thonë që nuk kemi bërë asnjë lek. Domethënë, prandaj ne kemi nisur me një mosbesim, pastaj mbas këtij projekti themi të dështuar, se të dështosh, ishte koha atëherë përpara se filloi iTunes si Spotify të tjera, me një model të ngjashëm, por ishte shumë herët akoma se nuk ishte mentaliteti akoma gati që të blinte dhe pagunte për muzikë. Pas asaj, ajo gjë që u krijua, një dështim që u krijua, u bë një kanal YouTube-i. Dhe faktikisht ajo gjë që u dështoi, di si kishte emrin. Kishte emrin Arkiva Shqip. Po ju e njihni vetëm nga YouTube-i, pjesën e suksesshme. Domethënë, platforma që shiste, po nuk i blinte njëri gjërat, quhet Arkiva Shqip. Nga Arkiva Shqip që nuk i blinte njëri gjërat, u bë kanali Arkiva Shqip në YouTube, i cili sot është kanali më i madh me subscribers në gjuhën shqipe në gjithë botën. Dhe ka qenë dhe i pari që ka arritur 1 milion subscribers. Që domethënë, nga një histori ose nga një pjesë dështimi mund të bëhet një sukses shumë i madh. Prandaj jo rastisht ju ftuam që ti motivojmë të rinjt ata të cilët ndoshta janë duke dështuar rrugës dhe po dëshprohen apo bëj një hap mbrapa. Deri në 9 herë rresht mund të dështosh, herën e 10 mund të jesh i suksesshëm, është normale. Përmend Arkiva Shqip, kush kanë qenë artistët e parë me të cilët ke nisur themi rrugtimin tënd të suksesshëm, kush janë artistët e parë dhe pastaj do t'i flasim se ne si popull duam t'i dim numrat e klikimeve, sa paguhen artistët, kjo gjë është kurreshti shumë e madhe që e kemi. Patjetër, një detaj shumë i rëndësishëm, Arkiva Shqip është faktikisht një emër si rezultat i një gabimi gjuhësor.
sepse unë nuk e dija Shqipen, aq mirë, unë kam mësuar Shqipen këto 7-8 vitet e fundit. Vërtet? Po, nuk flisja pothuajse fare. Okej, interesante. Kjo nga intervistat që kam pa, ju flisni Shqipen Patjetër, perfekt tani që kam dalë në televizor, është edhe koha që kam përveçuar, po atëherë nuk e flisja. Dhe unë nuk e dija që quhej faktikisht Arkivi Shqip. Arkivi Shqip. Dhe aty u shpik Arkiva Shqip, kështu që ka ngelur Arkiva Shqip. Po është interesante se... Po bukur tingëllon, nuk është se tingëllon më bukur, po është vërtet. Nga ana artistike kam bërë mirë këtë gabimin, po. Fillimisht faktikisht për të falenderuar kanë qenë ato artistë që na kanë dhënë të parë të drejtat për t'i futur videot në YouTube te kanali Arkiva Shqip, kanë qenë Sian Hoxha, ka qenë Noizi. Më pas ka qenë edhe Alban Skënderaj. I cili është një nga artistët më të klikuar, realisht, nëse nuk gaboj. Po, Noizi është akoma një nga artistët më të klikuar dhe që atëhere vazhdon të jetë klienti jonë, po ashtu dhe Sian Hoxha, po ashtu dhe Alban Skënderaj. Më thënë, të gjithë të emrat që kanë qenë atje që ditën e parë, në të cilën ne shikonim me kuriozitet shumë të madhë, wow, po bëhen 30 euro. Si po ecën, Si po ecën, dën 32, 34, ishte kështu si një ndjesi interesante, si mund të gjenerohen 30 euro nga hiçi, thjesht nga disa banera që dilnin anash videove. Ne kemi qenë ndaj partnerët të parë të Google, që kemi testuar mundësinë e tyre për të fituar të ardhura nga reklamat. Ishte një person tek në Londër o Irland, mos gaboj, i cili menaxhonte disa partnerë dhe ne ishim një nga ato, nuk kishte as analitik si që njohim sot me super statistika, kishte vetëm një panel ku shkronte sa lekë bërë sot, këtë javë, këtë muaj dhe muajin e kaluar, kaq. Dhe bën një refresh edhe rritesh shifra. Dhe ju i gëzoheshit kësaj, patjetër. Ne i gëzoheshim se unë kuptova që nga 34 euro mund të bëhen edhe 34 milion euro. Se gjërat po ecin. Se gjërat po ecin, po. Dhe ishte momenti që filloi normalisht faza që filluam biseduam me artistët, por ishim pak të zhgënjur se thanë, po ne bëm atë gjën me shitjen, ajo nuk funksionoi. Do thënë ishim me minus që do t'i krijonim prap besimin për të fituar lek me pikërisht reklamat në YouTube. Nga atje, normalisht kam qenë edhe specialist përpara se e marr me Shqipërinë për antipiraterin edhe kam punuar për studiot amerikanëve të filmeve, për organizatat e tyre. Jam marrë me teknologji antipiraterie, kështu që antipirateria dhe mbrojtja e materialit për materialet shqip më dukesh shumë i thjeshtë në krahasim ato gjërat e mëdha që kam bërë përpara. Dhe ajo ka qenë edhe një pjesë e suksesit ton si kompani, sepse ne kemi pasur një shërbim të cilët e kanë pasur vetëm studiot e mëdha dhe kemi pasur të përfshirë në ofertën tonë. Dhe ajo është akoma një nga gjërat më të saktë, se për thënë vërtetën, në disa rastet monetizosh një video në YouTube, hap një kanal në Amerikë, do të marrin 30%, tu 10% atje, dhe në të janë detajet të vogla, edhe mund të fitosh një lek të vogël, por ta menaxhosh atë gjë në mënyrë që të bëhet e suksesshme, të kanalizosh audiencën pikërisht te materiali origjinal në atë mënyrë dhe aq herë sa do ti. Po, pra mos të mendosh vetëm për përfitimin momental, por të mendosh gjërat pak më afatgjashtë. Për shembull, po ju bëj edhe një shembull, një nga emisionet dhe formatet më të reja nga Shqipëria, që quhet Andale, është një format që nuk është një televizion, janë emisionet të ndryshme që janë për YouTube. Në formë podcasti, nëse nuk ka bërë? Po, podcasti quhen në gjuhën e sotshme, por disa thanë edhe videocast kanë filluar tani me përdorësi emër. Po, tash ka nisur kjo terminologjia të ndryshoj. Unë i quaj emisione. Para 7 vitës quheshin YouTube shows, për të thënë vërtetën, se ishin vetëm për YouTube. Kështu që, për shembull, Andale është një rast suksesi në të cilën edhe ne kemi kuptuar që gjithë historia e televizionit po evolon në drejtim që po bëhet më e thjeshtë për të krijuar, po bëhet më e thjeshtë për ta shpërndar, më e thjeshtë për të qenë të suksesshëm dhe çka ka arritur tani ne jemi fokusuar dhe mund të fokusohemi te kontenti. Nuk kam nevojë të merremi me studio gjigante me 50 persona që na mbajnë. Po mos ndoshta kjo Aldor krejt ky prodhim kaq i madh po e humb pa kualitetin, sepse mua nga ajo që po e shoh ka më shumë kuantitet se sa po ruhet kualiteti. Këto reklamat e shpejta, influencerët e kështu me radhë. Jam shumë dakord. Mendon që po humbet kualiteti në atë çfarë deri dje është quajtur medium dhe serioziteti i një mediumi? Po, jam shumë dakord, po nuk flasim këtu në këtë rast, për shembull për rastin konkret të Andales, për kualitetin. Në përgjithësi jam shumë dakord me ty, kualiteti është skandaloz.
skandalos sepse... Po bëhet gjithçka për views, po bëhet gjithçka vetëm për klikime? Po bëhet për views, po bëhet për klikime. Njerëzit mendojnë se mjafton një mikrofon edhe një karige që të bësh emisione. Nuk është aq, do dhe më shumë, do të paktën një studio, një ambient, do një teknologji, këto të gjitha duan. Këto të gjitha i bën një televizion në Shqipëri shumë mirë, por, si që thash, mund t'i bëj edhe një emision për podcaste goxha mirë. Që po ecin realisht shumë mirë, ka pa që ka një shikueshmëri shumë të madhe. Unë parashikoj që në të ardhmen do ketë emisione dhe nga televizionet të cilet nuk do jenë fare për transmetim televiziv. Do të thënë do jenë online first. Të këtij formati online. Formati. Madje unë mendoj që dhe këtë kamerë ne do e kthejmë kështu lart vertikal. Për sa kohë mendon që do ta kthejmë? Parashikimi yt sa mund të? Në një nga studiot që ne po ndihmojmë që të ndërtohen, që të jenë edhe komod standardeve për shembull të platformave. Pra kem plan të na nxjerrësh nga loja shumë shpejt, ose ta ndryshosh lojën. Unë do ndihmoj që ju të ndryshoni lojën. Unë ashtu po e kuptoj. Ja, një nga studiot për shembull që po bëhet në moment, po xhirohet aktualisht, do xhirohet aktualisht në të dyja formatet, vertikal dhe horizontalisht njëkohësisht. Domethënë siç është një kamerë këtu përballë, është edhe një kamerë tjetër që më xhiron në anën e kundërt që të jenë gati në montazh. Kështu që ne do kemi mundësi në të ardhmen, do mendohet që në xhirim, që ne do kemi mundësinë që ta shikojmë edhe në telefon në mënyrë të plot figurën, mos ta presim atë mesin si që kanë zakon. Kemi këtë problem, kur nxjerrim reels, na duhet pak punë, harxojmë kohë dhe energji më shumë se sa duhet, që ide shumë e mirë kjo. Që në fakt të xhirohet duke menduar për plasimin në rrjetet sociale online. Dhe diçka që do iki në të ardhmen është gjatësia. Ne këtu po bëjmë një bisedë që është shumë e këndshme në një divan në shtëpi. Sigur që vetëm pjesët e shkurtra do na ndihmojnë. Bravo, vetëm pjesët e shkurtra, madje dhe përpara se ta bëjmë bisedën, ne duhet të mendohemi që të themi në 35 sekondat e para gjërat më të rëndësishme, se përndryshe bëhet swipe edhe ne ikim. Ti po fletun kam poentat në kokë të cilat do i ndaj për online. Kështu që kemi nisur të funksionojë, mindseti ka nisur të na kthehet. Kjo ndodh sepse mënyra se si neve përqendrohemi ka ndryshuar. Ne nuk përqendrohemi dot më të shikojmë emisione, filma, historira të gjata. Sot edhe seriale, drama kanë filluar në TikTok të shpërndahen 5 minutëshe episoda. Po, dhe të regohet gjithë historia, si një serial turk, për shumë, në verzionin e shkurtër. Kjo është ku do shkojmë në të ardhmen. Po, adaptohemi në epokën digitale në të cilën edhe po jetojmë, kemi të domosdoshme. Si gjithmonë, kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën, kur bëhen gjëra të reja, do ketë edhe shumë budalliqe. Këto budalliqe ti shikojmë çdo ditë, shikojmë podcaste me 120 views. Shikojmë podcaste që kanë vetëm, shikojmë podcaste që bëjnë 200.000 views, por faktikisht si ka pa njeri. Se kanë klikimet nga India, i blenë, më thënë në mënyrë Pakistani, bravo. Kështu që do të thënë po fitojnë njerëzit të cilët prodhojnë dhe blejnë views. Jo, nuk fitojnë. Ka fitime nga këto klikime të cilat janë fake ose të blera? Vetëm nëse unë gënjej sponsorin dhe i them do më japësh tani për episodin e radhës më shumë se shiko. Dhe vetëm për sponsorin, atë mund ta gënjesh, kurse platformën nuk e gënjen. Jo, nuk fiton. Nuk të regojnë reklama, atë janë thjesht klikime të forcuara. Në thënë, ishtë treguar me zorë dikujt, dikush një ndi, është duke pa një video se si gatuat në oriz një gjë që bëjnë ato. Dhe në mes të videos i deri reklama, kënga e, nuk po them emre tani, në kënga nga një artist shqiptar. Edhe i thot, qash kjo? Dhe bën skip se do vazhdoj me orizin. Po pra, si interesant. Aja artisti shqiptar e mori taj një klikim. Po pse kjo tendencë në rritje, artistët të cilët po blejnë klikime atë shumë? Unë shoh edhe emra të cilët janë shumë të dëshmuar në industrinë në muzikës shqiptare, por që shohim sa po lansohet videoklipi, brenda disa orësh, mira klikime. Nuk e di në qoftë se ne jemi aq popullate madhe sa brenda disa orësh të bëjmë aq shumë klikime. Pse kjo tendencë, Aldor? Është tendencë sepse ne kemi shumë qef nga ana e mentalitetit tonë, ne kemi parë, ne kemi qef të gënjejmë veten. Domethënë, nuk e di si është në Maqedoninë, në Kosovë, se unë shumicën e kohës ri në Tiranë, por në Tiranë unë në shikoj rreth meje, ne kemi qef të gënjejmë veten. Domethënë, ne jetojmë në një qytet që është në vendin tret, me sa diun, më të varfër në Evropë, dhe po ta shikosh rrothu, dhe unë vi nga Gjermania në Tiranë, unë mendoj që unë jam në vendin më të pasur të Evropës. Pse? Sepse neve na intereson pamja sipërfaqësore. Duke na interesuar pamja sipërfaqësore, neve na intereson vetëm se çfarë shifre shkruan poshtë klikimeve. Do të thënë, nuk na intereson shumë
a janë të vërteta, apo s'janë të vërteta. Ashtu si ne blejmë edhe brande falso dhe dalim në blok dhe në qytet me emrat të ndryshëm të tregojmë se kush janë, çfarë kemi veshur ndërkohë që janë falso, ashtu si që bëjmë atë gjën si njerëzit e thjesht me brandet e falsifikuara, ashtu e bëjnë edhe artistët me klikimet. Ka një shprehje fake it till you make it, të dëgjoj shpesh herë nga artistët tonë, por unë kam pa shumicën e këtyre që e bëjnë këtë fake it që asnjë ditë nuk e kanë bërë arritur atë make it, por kanë ngelur te fake-u dhe kanë ngelur duke harxuar më shumë lek për klikime falso se sa për prodhimin e videoklipit të këngës. Më thënë, kjo është një gjë maramënd, se thënë bie kualiteti. Po, kjo ai studios merr më pak lek, të tjerë njerëz, figurantët, balerinat. Kënga dëgjohet vetëm një javë, nuk është se mban suksesin ose jetojnë këngët të cilët dhe kjo bëhet normalisht për të gënjur dhe mashtruar organizatorët e koncerteve, për të mashtruar televizionet, për të thënë që sa i një orë jam unë, nëse do vinë në emisionin tuaj më paguni kaq lek. Dhe ka funksionuar për një kohë të gjatë, por ne kemi bërë dhe punën tonë dhe kemi informuar shumicën e organizatorëve të koncerteve se si duhet të dallojnë klikimet false me ato të vërtetat. Sepse është për të thënë vërtetën unfair që një artist shumë i njohur, që unë e kam thënë para 2 vjetësh edhe kush është, nuk të e përsëris, falsifikon në një këngë 1.2 milion klikime ditën e parë. Kush është ai artist, me që edhe e ke thënë, nuk është problem ta thuash prapë, ta dim dhe ne. Ka qenë para shumë kohësh, Ledri, me këngën Monaco. Aha, okej. Po. Dhe a ka bërë Ledri, a ka bërë menaxheri, a ka bërë kompania, se këto kanë lloj-lloj historira, të thonë kompania që ne punojmë do me na impresionu. Ndërkohë s'di asgjë. Mund të jetë çdo njeri, nuk e di, mund të jetë edhe dikush tjetër, mund të jetë një fans që ka dashur që këngë tjetër me 1.2 milion klikime. Por çfarë do të them është që nuk mundet që një këngë të ketë 1.2 milion klikime të blera në këtë rast, dhe nga ana tjetër ti të konkurosh me një artist tjetër i cili i ka të vërteta, po çfarë bën ai tjetri që ti ke të vërteta? Ai tjetri punon fort, krijon një imazh, bën një marketing shumë të shtrenjtë. Dhe në fund të ditës, ti me sa mund të kenë kushtuar të 1.2 milion, nuk e di, mund të kenë kushtuar diku te 2.000 euro. Ti me 2.000 euro ke mashtruar që të fitosh më shumë lek se sa ai tjetri. Një këngëtar që ka investuar konstant. Dhe ka diçka shumë të rëndësishme që duhet ta kuptojmë këtu, se do të futem edhe pak në anën e klientëve tonë që vërtet e kanë merituar që të lavdrohen edhe të kenë faktikisht njerëzit respekt për ato. Është për shembull janë artistë si Noizi dhe Alban Skënderaj, të cilët, sidomos Albani një herë që duket e ka bërë në Itali dhe vende të tjera, edhe Noizi me shumë evente të mëdha, mbushin stadiume. Ky është rezultati që duam ta shohim edhe te artistët e tjerë. Kjo është dëshmia. Po ato artistët e tjerë, unë i shikoj të zërë me të njëjtat shifra, klikimesh, dhe mezi që mushin në klub, ose beach bar, kupton, domethënë këtë po them. Ne pam koncertin e Albanit në Milano që ishte madhështor normalisht. E jashtëzakonshme madhështor. Po, e di më të bukur që Albani ka më pak se gjithë të tjerët. Me klikime. Edhe e besoj, mendoj nuk është se e vënë në dyshim. Me klikim, po janë të gjitha të vërteta, normalisht. Dhe nuk ka nevojë të kesh 1 milion ditën e parë që të mushësh një stadium. Mjaftojnë 600-700.000. Ndërkohë këto të tjerë ti ke me 2 milion ditën e parë, 2 milion ditën e dytë, tretë. Po sepse punojnë dhe për një publik që e beson. Patjetër, publiku e beson, por ka dhe një shprehje tani kam dëgjuar nga shumë fansa, thonë, a mos e të gjithë blenë. Nuk është e vërtetë. Nuk blenë të gjithë, sepse ne faktikisht që 2 vjet i monitorojmë të gjithë këto këngët që dalin, ne dim se kush ka bler, sa ka bler. Do të thënë sakt dihet kush sa ka bler. Po, ne i dim, sepse kemi metodën tonë për ta identifikuar atë gjën, dhe normalisht ato informacione kanë edhe njerëzit e duhur që mos na vinë edhe neve në zyrë të na thonë do të punoj me Acromaxin, do më jepni 50.000 euro, se unë jam super i suksesshëm. Mishi vjusat aty shi. Po, ndërkohë thrasat e gocën që merret me atë gjën aktualisht, edhe thot po ti ke bler herë në fundit 700.000, 800.000, 900.000. Edhe rim pastaj shikojmë ju ka ndodhur ndonjëherë një rast? Po, ka ndodhur rast i tillë. Prandaj po të pyes se po ai ishte i sigurt, ai tha unë s'blej kur. Madje ato që dalin dhe thonë s'blej kur, ata blejnë më shumë ti. Ato blejnë më shumë. Nga kompleksi e potencojnë. Ndërkohë ato që dalin dhe thonë është keq që të blesh, mos blini, ato janë zakonisht ato që dhe vetë
nuk blejnë. Po, unë kam biseda shumë të gjata me shumë artisti së herë në aeroport duke pritur bagazhin dhe e lej bagazhin atje dhe mbaroj bisedën, pse sepse janë të frustruar nga fakti që ai tjetri blen. Me të drejtë. Dhe pyesin shpesh herë, mos është më mirë të blej dhe unë. Paktën ti kem ato të mia plus blerat, kam më shumë se ai tjetri. Po pra. Edhe është e vështirë dhe nga ana morale pastaj. Pastaj ty të duhet të kohë ti bindesh, tu asqarosh. Patjetër. Se unë edhe si kompani e cila punon me YouTube-in, është partner, unë nuk mund t'i them një artisti bli. Është sepse jo vetëm që është e kundralishme, është faktikisht mashtrim. Mashtrim. Është mashtrim dhe dënohet, është një vepër penale e cila nëse zbulohet që dikush në grup ose ka përfituar nga një gjë të tillë, mund të dënohet si mashtrues, njësoj si vjedhje ose njësoj si vjedhja që bëhet me anë të mashtrimit. Sepse në fund të ditës për çfarë po e bëjnë gjithë këtë gjë? Po e bëjnë që të duken më të bukur në rrugë, jo, po e bëjnë që të fitojnë më shumë lekë nga se sa i tjetri. Ky është trendi, por ka një lajm shumë të mirë, televizionet nuk kanë hyrë akoma kësaj loje. Domethënë ka disa kështu emisione podcastesh nga këto të dështuarit që i blejnë, po, është e vërtet, por në përgjithësi televizionet do të thënë 99.9% janë pa klikime falso dhe madje monitorojnë veten, na kërkojnë edhe ne që t'i monitorojmë, sepse nuk e din kur se mund të jetë moderatori, autori i emisionit që i blen. Që don të duket më Po, dhe të televizionit që ka, unë kam më shumë klikime, që do në paguash një rock ose një po ne film të mediumet e konsiderojmë audiencë të dytë, audiencë anësore, sepse matjet reale i kemi, kështu që nuk e gënjim do të vete. Na vinë çdo ditë matjet në minutë bile. Vërtet ka që mirë është në Maqedoni, ne në Shqipëri nuk e kemi. Ne kemi këtë matje, prandaj është audiencë anësore kjo e platformave online. Madje YouTube-i është në Shqipëri aktualisht për televizionet numër 1 për të matur audiencën e emisioneve. Ne vazhdojmë të kemi matjen klasike të mediumeve. Duhet parë dhe ajo YouTube-it edhe rrjeteve sociale, sepse në fund të ditës, nuk e di si e bëni ju matjen, ka një matje e cila shpresoj mos tjetë ajo si bëhet tu, ku merren një ditë më vonë 100 veta në telefon ose 1000 veta në telefon, edhe pyeten çka ke parë ti dje. Ai e thot, kam para Alzheimer, kam para këtë, kam para atë, dhe shënojnë ato. Dhe këto 100 veta tani merren si shembull për gjithë popullatën që ka parë televizor. Kështu bëhet që dikur në Shqipëri. Jo, nuk janë këto matjet. Realisht i kemi të gjitha janë shumë të sakta, të konkretizuara. Të konkretizuar. Po, mua gjithmonë më ka interesu një gjë te artistët. Kur një artist dëshiron që të shes krimtarinë e tij apo të jetë në menaxhimin e një kompanie të caktuar, çfarë realisht shet një artist, Aldor? Sepse ne kohëve të fundit edhe aktualisht po shohim shumë artistë të cilët kalojnë në kriza të ndryshme pikërisht me menaxhmentin e tyre. Mund të marrim shembull Tajnën, e cila kishte probleme me kanalin e saj në YouTube, i fshieshin këngët të cilët sot janë disa nga këngët më të suksesshme të Tajnës, të cilat i ka bërë ndonjëherë. Edhe Gjesti, i cili nuk po arrin që të prodhoj shkaku i problemeve me menaxhmentin, kontrata e cila i është vazhduar derisa ai nuk ka qenë prezent. Çfarë realisht një këngëtar shet kur është në menaxhimin e dikujt? Gjëra të cilat nuk i ka parasysh dhe problemet që pastaj i hasin dhe janë serioze realisht. Po. Tani, për të thënë vërtetën, mënyra se si punojmë ne kemi pas gjithmonë shumë të thjeshtë bashkëpunimin, e kemi normalisht ekskluziv për këngët që ti depoziton te ne. Por vjen një moment në cilën ti ndoshta nuk do të punosh me ne, i lirë, mund t'ikësh, mund të vazhdosh jetën. Ka funksionuar gjithmonë. Pra këto janë marrëveshjet tuaja si kompani me artistët. Po. Nëse ti mendon se për një projekt meriton një përqindje më të lartë, se do bësh shumë lek, hajde ta bëjmë kontratën që nëse ti do fitosh shumë lek, do marrësh më shumë. Domethënë, ne kemi bërë shumë lloj dealesh me artistë dhe muzikantë, por gjithmonë nuk duhet të harosh që edhe shërbimi jon kushton. Kështu që prandaj ne kemi qenë shumë strikt që nëse kontrata mbaron me datën kaq, mbaron me datën aq. Pik. Kështu që nëse ti ty të ka ofruar dikush më shumë për të kaluar ai brenda muajit, nuk do jetë e mundur, sepse do presësh që të marrë kontrata. Po ne kontratat një vjeçare kemi, nuk është se kemi shumë të gjata. Minimumi është kontrata një vjeçare, apo? Maksimumi sa mund të jetë kontrata me kompaninë tuaj? Po mund të ketë për shembull nëse ti kërkon shërbime ekstra, mund të shkojë edhe 3 vjet, 5 vjet. Po për ato këngë zakonisht, për ato këngë që ti na jep ne, jo për këngët që do prodhosh në të ardhmen. Po. Tani vazhdojmë te kompanitë e tjera. Kompanitë e tjera nuk e kanë shërbimin shumë në fokus, kështu që çka kanë ato? Fillojmë te pjesa më banale që ekziston sot në treg, dhe që ka marrë në qafë shumë artistë shqiptar. Janë kompanitë që i blejnë katalogjet. Domethënë, vjen dikush
dhe ka ndodhur. Për shembull, këngët e Dafina Zeqirit janë të blera nga një kompani që quhet Yellow Cake. Kjo kompani Yellow Cake ka disa pronar, të cilët janë, nuk e di se kush janë, por ka një drejtor i cili jeton në Greqi, merret me marrëdhënie ndërkombëtare. Nuk e di pse flet gjithmonë anglisht, sepse kam marrë vesh që është me origjinë shqiptare, duket madje edhe nga Durrësi, por nejse. Do të mund ta shpjegoj një ditë. Dhe çfarë ndodh tani? Këto artistë i shesin të gjitha këto këngët kësaj kompanie, por me të gjitha të drejta për ta kënduar në koncert, të drejta për ta transmetuar në televizor, drejta për ta kënduar një emision televiziv, or edhe për ta kënduar në dush nëse dëgjon dikush nga jashtë këndimin. Artistët janë koshient? Tani, këto sekserët në mes që vinë edhe i bëjnë këto dealet, që shiko të marrësh 1 milion euro, të marrësh 2 milion euro për këngët e vjetra, nuk janë gjithmonë shumë të sinqertë. Thanë, shiko kontrata kështu shkruan që është për gjitha, por vetëm në internet do monetizohen, do merren lek nga Spotify dhe vendet e tjera. Dhe madje unë kam parë raste, ka qenë dhe në rastin e kësaj kompanisë që përmenda, që një nga klientët tonë deshe të bënte një kontratë, unë i thash ma trego kontratën që të jap konsulencë. Po, pra. Nuk ma jep të kontratën klientës, i këshën thënë mos e jep atit, se kjo është një vlerë intelektuale që ne kemi kryer, mund të vjelli. Qa të vjell unë nuk bleja katalogje, kështu s'kam qa të vjell kontratën e tyre, por nese, pse e bërni këtë gjën, sepse nëse unë dhe kisha kontratën për para dhe dhe isha me klientin tim në tavolin, atëherë unë dhe i thosha, ti po shet këtë. Madje ai nuk e dinte, pa i shiti të drejtën e emrit. Wow. Mund të arri deri në këtë pikë, të shes edhe të drejtën e emrit. Po, dhe ishe detyruar t'i kërkon të kompanisë të drejtën të përdor të emrin e tij për disa gjëra që do bënte ai më vonë. Wow. Dhe këtu shkon. Dhe të gjithë këto i kanë shitur këto gjëra. Mendojnë se kanë shitur vetëm YouTube-in, në një mbledhje lekë Spotify. Dhe pastaj rrugës shohin se dalin vështirësi e Po çfarë ndodhi tani për shembull së fundmi ndodhi që një nga këto kompanitë i kërkon televizioneve lek për transmetimin e këtyre këngëve. Do më thënë, vjen këngëtari të ky emision, e këndon këngën, edhe pastaj kërkon lek. Ti do të paguash kompanisë të cilën ai ja ka shitur atë këngën që e këndoi këtu. Për transmetimin televiziv. Për transmetim televiziv, nuk më flasim fare për YouTube, për internet. Për transmetim televiziv. Se qartësova, se mendova mos e kanë vënë për YouTube. Pra përdorin strategji nga më të ndryshmet për përfitime, edhe ndoshta pa. Ku mund të shkojë kjo më tej? Se unë e kam parashikuar dhe e kam thënë, por nuk më besonin se kjo erdhi tani për televizionet. Në koncerte, ato mund t'i kërkojnë lek artistit për këndimin e këngëve të tyre në koncertet e tyre. Do më thënë, del, po themi kot, një artist, Sabri Fezulao, në një dasëm, këndon një këngë, ai që ka organizuar dasmën, duhet t'i paguaj kompanisë për ato këngët që janë kënduar nga vetë Sabriu në dasëm. Nga vetë Sabriu në dasëm, po, sepse ato këngë janë shitur për shembull. Ta i nuk e di rastin Sabriut, për që një shembull. Po, për shembull e morëm, po. Dhe bëhet edhe më keq situata, që e kam thënë një intervistë dhe do doja ta theksoja se shpresoj që këtu janë dhe njerëzit më të sensibilizuar, sepse ne kemi të bëjë normalisht me shumë armiq. Ne si shqiptarë si kom kemi armiq. Dhe unë bëja gjithmonë një shembull, nëse Serbia do donte të shuante dhe të bllokonte çdo këngë popullore, moderne, prodhuar në 20 vitet e fundit, nga interneti, mos të dëgjosh fare as YouTube, as Spotify. Ti largonte të gjitha, ti eliminonte. Të gjitha, i duheshin 20 milion euro. 20 milion euro? Po, pse? Se me 20 milion euro ti mund t'ja blek shtyre kompanive që i kanë blek katalogjet, të gjitha këngët, edhe vendos ti që do ndodhi. Dhe i largon të gjitha? I largon, ti ke të drejta, ti i blokon. Ndalon që të këndoj. Ka që thjeshtësh, sepse këngëtarët tonë, producentët tonë, kanë firmos kontratat tilla. Pa vedije, nuk e, nga ana ligjore nuk mund thush pa vedije. Po pra, nuk kanë qenë të informuar. Nuk kanë qenë të informuar dhe shumë kontrata janë firmosur të tilla, të cilat kanë dhënë të gjitha të drejtat. Dhe janë përjetësisht, nuk janë për 5 vjet. Prandaj dhe pushojmë problematikat në për të cilat po kalojnë shumë artistë. Shumë e vërtet. Dhe çdo ditë po shtohen këtu. Rasti i Gjestit ishte një rast më i izoluar, më i vogël, sa i kishe shit këtu, kishe firmos këtej, ta i deshe me punu me të tretin. Dhe kupton është ai si karakter kaotik, nuk habitem me këtë që po e kalon. Është njësoj sikur, ku ti gjën, tulesh një tavolin me 3 goca dhe thosh ju do jeni të gjitha të dashur të mia.
Edhe me secilin nga ju djem ekskluzivisht, sa të premtim ka bërë. Po këto gjëra kanë çmim, prandaj po paguaj një çmim gjesti. Mua realisht më vjen keq sepse doli nga një format ku u lot shumë u konsumua dhe tani nuk po arrin dot as të prodhoj, të bëj gjën të cilën ai e bën. Ky është gabim menaxhimi. Është shumë e thjeshtë. Do të thënë pavarësisht sa jaftë mund të jetë gjesti nga ana ligjore, ekonomike, nuk i vej faj artisti që krijon ose artisti që performon, se gjesti është më shumë performues nëse ka kuptuar unë, është talent në atë gjën që ai bën. Menaxheri vetë është ai që duhet të kujdeset për këto pika. Unë kam takuar menaxherin e gjestit atëherë, i kam dhënë një lloj si konsulencë pas i lloj pagese 2 orë gjysmë. Okej. Kështu që të gjitha ato informacionet ai i kishte. Nuk e di. Por sërish donte të vepronte në atë mënyrë. Ka vepruar ndoshta ndryshe, nuk e di si ka vepruar, por ky është rezultati. Dhe menaxheri është ai që të merr sot në qafë. Dhe ti si artist këtë bën, mund bësh si gabim, të marrësh menaxherin e sakt ose të gabuar. Të zgjedhësh menaxherin ose të zgjedhësh partnerin. Po. Mendoj kështu. Ajtor, mua më vjen keq se duhet ta ndërpresim për pak minuta, është koha e marketingut dhe rikthehemi për të vjuar pjesën e dytë ku do flasim edhe gjëra të tjera shumë të bukura bashkë. Aldor, neve na kanë ngel edhe pak minuta, biseda shkoi aq bukur, aq natyrshëm saqë pas kanë kalu minutat gati, kemi ardhur drejt fundit. Un kam edhe shumë pyetje tani isha duke i pa cilat janë ato më të rëndësishme. Një prej tyre është sa realisht jemi ne të lirë në rrjetet sociale, kur realisht do gjë vendoset nga një algoritëm që është i padukshëm, do thoja. Sa jemi ne të lirë, sa... Po, është ky mashtrimi i madh që është thënë gjithmonë nga kompanitë e internetit, ose që kanë shërbim interneti, që nuk e bëjmë ne atë gjë bën algoritmi. Këtë si justifikim e kam dëgjuar që atëherë ku kam punuar për internet. Është justifikim. Është justifikim me industrisë së filmave që thoshin për piraterin fajin e ka algoritmi, nuk e kemi ne. Algoritmi është diçka që bën njeriu, e bën programuesi, unë veç jam inxhinier software dhe arkitekt software, unë di shumë mirë ta bëj algoritmin ashtu si dua unë, ose ashtu si do ti. Okej. Kështu që dhe algoritmi çfarë bën? Algoritmi bën pikërisht atë gjë që don Instagrami, Facebooku, TikToku, edhe YouTubei. Edhe të gjithë to duan gjëra të ndryshme. YouTube do që të rish sa më gjatë në platformën e tyre dhe të shikosh sa më shumë reklama që ato të fitojnë sa më shumë lekë. Por nuk do të bezdisi ty. Prandaj YouTube për shembull disa nuk të tregon reklam. Ndërkohë Instagrami dhe Facebooku, me sa kam parë unë, dhe ky është opinioni im, është një platformë e cila do që ti të rish vetëm në platformën e tyre. Sepse këtu është edhe dallimi midis platformave të ndryshme. Ka platforma që lejojnë linqet për në platforma të tjera, si YouTube që ka poshtë linqet që ti shkruaj. Ka platforma që duhet të ka dhe platforma shumë egoiste, si për shumë Instagrami që nuk të lejon asnjë lloj linku përveç se në stories, në postime jo. Kështu që çfarë duan këto? Këto duan të krijojnë, do të jenë monopoli i ditës tënde, do të jenë monopoli i ndjenjave që ti krijon gjatë konsumimit të informacioneve dhe të materialeve online. Dhe përveç asaj të bën ty aq të varur, jo vetëm si kompani, si media, si individ, por të bën aq të varur që pastaj nga ana tjetër edhe të penalizon. Ne kemi 1 milion raste në cilat televizionet janë penalizuar nga Facebooku për materiale të papërshtatshme që deri sot nuk kanë shpjeguar se çka ka qenë i papërshtatshëm të ato materialet. Zakonisht i rregullojnë duke hequr atë penalizimin, por domethënë bëjnë gabime platformat, ndoshta dhe abuzohen nga njerëz të ndryshëm që ti bëjnë ato gabime. Është shumë lehtë e mundur, un kam persona që i mbyllet profili Instagrami çdo 7 orë, 8 orë. Sepse raportojnë me shumicë njerëz. Kështu që këto platforma na bëjnë të varur dhe pastaj nga ana tjetër na lejnë neve të hapur ndaj çdo lloj kriminali atje jashtë. Që të bëj çfarë doja ai me ne. Kështu që nuk kemi fare të lirë. Më të lirë kemi qenë përpara se përdornim Instagramin, TikTokun e të tjerë çdo ditë. Nuk kemi qenë kur më pak të lirë, se aktualisht. Po, fiks. Ne kemi qenë ndoshta nuk kemi pas atë informacionin e duhur, po siç është ajo shprehja që kur ishte 1990-ën, neve mendonim që arsyeja e budallëkut ka qenë që njerëzit nuk kanë akses të informacionit. Me sa e pa, tani, domethënë, ajo nuk ka qenë arsyeja, sepse njerëzit përkundrazi mund të jenë bërë dhe më budallënj sot, mund të jenë bërë dhe më konsumues pasiv dhe ndaj jetës tyre dhe njerëzve të tjerë se sa kanë qenë përpara. Kështu që nuk ka bërë një gjë të mirë, ka bërë disa gjëra të mira që na kanë ndihmuar. Por edhe disa gjëra. Por në 90% të rasteve
dhe më thënë ne varmi nga algoritmi dhe algoritmi nuk do të mirën tonë, nuk do të mirën e artistit, nuk do të mirën e emisionit, të fjales të lirë, të demokracisë, por a i do të vetëm të mirën e kompanisë e cile ka zhvilluar atë gjën. Shumë e qartë. Dhe atje ka pasaj dallime, unë personalisht preferoj më shumë YouTube-in, ka algoritme si pas mendimit tim më të mira, madje tani do nxjerrë dhe ca gjëra të reja se si ti mos kesh më atë problemin që në një kanal ke 30 emisione, dhe emisionet të ndahen si emisionet të ndryshme, që të krijojnë audiencë të veçantë. Domethënë kjo do i rrisi edhe audiencën e emisionit. YouTube vërtet merret në mënyrën se si ne konsumojmë median sot. Ndërkohë, platformat e tjera i shikojnë më pak të fokusuar te kjo pikë, ndërkohë TikTok-un për shembull, prapa algoritmi i TikTok-ut është unik për të përhapur një informacion i cili është relevant. TikTok-u është numër 1, kemi pas raste, kemi parë video që brenda natës kanë bërë 1.5 milion klikime, ishin relevante, edhe e bën atë gjë. Nuk ka arritur asnjë platformë tjetër ta konkurrojë në këtë aspekt. Normalisht i shikon ndoshta edhe shumë burralliqe atje, i shikon edhe të tjerët, por ti shikon burralliqe sepse njerëzit duan ti shikojnë atë burralliqe, dhe jo sepse na imponohen neve. E qartë. Aldor, në Shqipëri, por jo vetëm konsiderohesh si boss i YouTube. Të pëlqen ky titull që ta kanë thënë, por jo e ke thënë shumë bukur, unë paguaj një çmim për krejt punën që kam bë. Pse ka qenë atakuar Aldor, jo vetëm ti, por edhe kompania Acromax, që shpesh konsideroheni si cenzurues shumë të rep të përmbajtjes online dhe ju akuzojnë për cenzurë në emër të drejtave autoriale? Tani, ne do të jemi shumë të qartë që të gjitha këto akuza, ose të jemi shumica akuzave, vinë nga 2 persona. Okej. Dhe janë 2 persona, dhe nuk është se janë me shumicë, media, njërës. Pra është luft nga 2 persona kundrejt jush? Mediatikisht janë 2 persona, janë 2 portale, njëri ka shkruajtur 38 artikuj kundra meja dhe kompanisë time, tjetri 160. Të dytë janë në përgjigjet përkatëse, duke më merrem me këtë gjë, do kohën e vet. Aktualisht keni të hapura procese gjyqësore të cilat ende nuk janë finalizuar, nuk është se kundra njërit nga ato, jo kundra të dyve faktikisht seancat janë në tetor të radhës. Kështu që, por nga ana ligjore do kohën e vet, sidomos duke pasur parasysh që entitetet janë në Shqipëri, dhe sistemi jonë në Shqipëri është gjatë një proces gjyqësor, jemi mendoj koshient për institucionet tona. Po, nuk funksionon sistemi gjyqësor fatkeqësisht ashtu si tregohet në Instagram që do të funksiononte. Por, që do të them është që janë vetëm disa persona, dhe pse janë disa persona të cilët vuajnë nga rezultati punës tonë. Kush mund të jenë këto? Janë persona të cilët nga ana e parë vjedhin të drejtat e autorit, mund të jenë dhe gazetarë. Po vetëm se je gazetar, ti nuk të më thënë që si vjedh drejtat e autorit. Një televizioni përdor fotot, videot e tyre, pa kontekst gazetar. Se kjo është e rëndësishme. Dhe nga ana tjetër mund të jesh edhe një pirat i cili provon të krijojë të ardhura me materialet e një televizioni ose një klienti. I vjen që aprish Terezin, mund ta quajmë kështu ose jo? Bravo, aprish Terezin, po. Po tani ka qenë vetë faqja e Partisë Demokratike, që para disa vitesh na ka quajtur dhe neve censurus. Sot të gjitha partit, jo vetëm ato, punojnë me ne nga aspekti i konsulencës që i japin se si mund të përmirësojnë gjërat. Domethënë, kanë qenë edhe nga ana politike, kanë provuar këto aktorët të bëjnë, të krijojnë një lloj frymëzimi, sikur ne jemi censurues, duke krijuar artikuj që shumica aty janë fshirë deri sot, sepse i kemi çuar edhe në gjykat. Dhe janë mbyllur gjyqjet, sepse ato portalet i kanë hequr artikujt. Kanë krijuar këtë frymën edhe vetë, imagjino ai vetë opozita në Shqipëri e ka besuar se çfarë shkruanin këto persona. Domethënë, që ato faktikisht do ta dinin më mirë, por aq bindse bëhen këto portalet, që ti kur e lexon gjën për herë të parë në mënyrë si përfaqësor, harmonizohen dhe shpërndarja e madhe bën një hon. Kështu që edhe vetë opozita mendonte se ne jemi censuruar. Ndërkohë, unë mendoj që opozita sot është e bindur që ne bëjmë të kundërtën, sepse ne punojmë aq shumë me televizionet, me partitë politike, me deputetët, me kompani dhe organizata që merren me fjalën e lirë që atyre mos i censurohet puna e tyre, që ato besoj se sot janë goxha të bindur që ato 2-3 persona që na shahin neve që jemi censurues, janë thjesht persona të cilët nuk duan të pranojnë realitetin se si funksionon ligji dhe si funksionon koncepti i të drejtave intelektuale, por nga ana tjetër puna që ne bëjmë çdo ditë, unë nuk kam parë një ditë të ne në kompani që neve nuk shpëtojmë një material që të bllokohet për arsye të një sulmi
kundra fjalës së lirë, qoftë emisionet investigative, qoftë në një emision tjetër i cili sulmohet nga palë të treta, të mbyllet dhe ne bëjmë pikërisht atë punën që ndalojmë këtë sulmin. Mund të jetë e radhë, ne mund të kemi më shumë se gjysma e punës tonë është mbrojtja e fjalës së lirë, sesa mbrojtja e të drejtave të autorit, aktualisht. Po, nga ana tjetër, përveç shpërndarjes së lajmeve, kështu me radhë, akuzave, unë e di që ke marrë edhe kërcënime, të ka ndiku këto krejt në gjendjen tënde emocionale, në punë, në produktivitet, ose jo? Sepse njerëz jemi në fund të ditës, kur atë shumë qarkullojnë këto lajme, deshëm apo s'deshëm, na bëjnë të ndjehemi keq në momentet të caktuara. Të kanë ndikuar ty? Faktikisht fillimisht, po më kanë ndikuar lajmet, edhe në gjendjen emocionale për të ecur përpara në punë, kur ishin lajmet e para në 2020-ën, 2021-shin. Pastaj më vonë, lajmet që kanë pasur të bëjnë me kompaninë, me censurën e tjerë, nuk më kanë ndikuar më shumë, personalisht. Normalisht që duhet marrë masa se të ndikojnë nga ana aspektit profesional, se ulet Alsati dhe lexon çfarë ka ky Akromaksi që censuroka dhe normalisht nuk duhet të krijohet ai lloj opinioni te klientët ekzistues dhe ato potencial, por çfarë më ka shkaktuar definitivisht, më ka krijuar dhe një rritje normalisht në karakterin tim, kanë qenë kërcënimet e drejtë për drejta personale, që janë nga artikull të rem që thonë të bëjnë, të fusin ty në një lloj hije, një lloj sikur ti je dhunues. Ka pasur akuza nga më të ndryshmet, prandaj të pyeta a të kanë ndikuar. Ishin pralla, se të ishin akuzat paktën thot dikush ky është, do thënë, jo, ishin pralla, të cilat sot janë në gjykat. Dhe shumë e çuditshme se një nga seancat pikërisht për këtë një nga artikuj që ishte ky që unë pas kam qenë dhunues, e shkreti jonë. Dhunues i femrave. Dhunues i 10 femrave, 10. Po, këtë lajm e kam lexuar. Po normalisht se kanë sponsorizuar edhe 5.000 euro, më duket që ta lexonte gjithë Shqipëria. Më shikoni njerëzit shtrëmbët. Kjo ka qenë ndoshta nga ato të cilat kanë ndikuar më shumë. Kjo më ka ndikuar sepse personi që ke në krah, për shembull, merret nga familja në telefon dhe thotë ndao nga ai se që ka dhunues. Edhe personat të tjerë me të cilët ke qenë përpara i merr në telefon familja, ore të karafa i ty, edhe të gjithë thoshin, po, qa po flisni, po flisni për njeriu në gabuar. Realisht jo situatë e lehtë. Është situatë jo shumë e lehtë, po di se ishte argumenti i personit për këtë lajm, i vetmi argument që kam dëgjuar deri sot në gjithë seancat, që ka shkruar të lajmin, zoti gjyqtar, a jemi neve të sigurt që ky Aldonini që është ulur këtu, është ai Aldonini për cilin kam shkruajt unë. Sepse ai Aldonini për cilin kam shkruajt unë ka një pasaportë gjermane me numër C4 se si e ka. Ky Aldonini që ka hedhur më në gjyq ka një kartë identiteti gjermane me numër L. Ky është vetëm një argument. Janë dy persona të ndryshëm. Ndoshta mund të jenë, edhe ne po rinim atje dhe po shikonim njëri tjetrin, gjyqtari, asistentën dhe sam. Okej, mirë tha do e shkërtojmë ashtë njëti person. Do e kontrollojmë. Imagjino çfarë niveli gazetar mund t'jesh që të nxjerrë këtë si argument në gjykat, shpjegon dhe çdo gjë për nivelin gazetarist ai lajm. Mendoj ky ishte një nga ato sqarimet që desha t'i bëj sigurisht për një pjesë të shikuesve që ndjekin mediumet e Shqipërisë dhe ndoshta kanë pasur edhe këto informacione. Aldor, ne arritëm fare në fund, nuk kemi më kohë, më vjen shumë keq, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë që erdhët nga Tirana direkt në Shkup për të qenë pjesë e emisionit Prizma. Unë vlerësoj shumë prezencën tënde dhe vlerësoj gjithashtu edhe punën tuaj. Prandaj dhe desha që ta realizoj këtë bisedë shumë të bukur me ju, që rezultoi të jetë shumë e bukur. Ishte shumë e bukur dhe faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi.